Okej, le të futemi direkt në temë. Është vërtet e mundur të ndërtohet një biznes fitimprurës nga e para, pa marrë kredi të frikshme në bankë dhe pa paguar qira zyrash të shtrenjta? Në këtë analizë do të zbulojmë pikërisht këtë. Ajo që është absolutisht fantastike është fakti se në ditët e sotme, fjalë për fjalë, një kompjuter i thjeshtë dhe pak internet janë mjetet e vetme që na duhen për të ngritur një strukturë të fuqishme shërbimesh digjitale. 100 euro. Vetëm kaq. Ky numër i vogël hedh poshtë një nga mitet më të mëdha atje jashtë. Kapitali gjigant thjesht nuk është më një kërkesë absolute. Fillimi i një shërbimi të vërtet, që zgjidh halle konkrete për bizneset, mund të vihet në lëvizje menjëherë pa asnjë investim marramendës. Gjithë fokusi zhvendoset te puna, jo te buxheti. Pra, cili është plani ynë i veprimit për sot? Së pari, do të zbërthejmë vetë modelin 100 eurosh. Pastaj, do të flasim për 5 aftësitë thelbësore, strategjinë eksakte të kontaktit për të gjetur 3 klientët e parë, dhe në fund, si të mos bijem në kurthet tipike të atyre që sapo nisin. Le të fillojmë. Kalojmë menjëherë te hapi i parë, modeli i biznesit me 100 euro dhe çfarë është ai në të vërtetë. Këtu kemi një kontrast paksa komik, por tepër të vërtetë. Ekziston këtu mendimi amator se na duhet me patjetër një kompjuter prej 2000 eurosh vetëm për të bërë disa postime, plus një zyrë moderne me karige lëkure dhe pajisje të fundit. Por realiteti profesional, suksesi kërkon thjesht një laptop të përdorur, internet që nuk shkëputet, shumë disiplinë dhe aftësinë reale për të krijuar vlerë. Është një lojë ku shesim kohë dhe zgjidhje, jo inventar fizik. Tani, ndoshta lind pyetja, ku shkojnë saktësisht këto 100 euro? E po, mbulojnë thelbësoren. Fatura në internetit, mbase një domain shumë të thjesht, mjete bazike si Canva Pro, një mikrofon buxhetor sa për të bërë punën dhe një sasi minimale për të testuar ndonjë reklam personale. Është fjalë për fjalë një pako digjitale krejtësisht e qashme për çdo që ka vullnetin për të vepruar. Dhe pikërisht këtu ndryshon totalisht loja. Ideja nuk është të jemi dikush që thjesht hedh ndonjë foto të bukur në Instagram. Jo. Qëllimi është të funksionojmë si një departament digjital i mirë fillt, një partner jashtëm që merr përsipër strategjinë, përmbajtjen, komunitetin dhe mbi të gjitha gjenerimin e klientëve të rinj për biznesin. Le të kalojmë te pjesa e dytë. Përvetësimi i 5 aftësive kryesore që bëjnë diferencën gjatë 30 ditëve të para. Përpara se të flasim për vegla editimi apo hile algoritmash, duhet të bëjmë një pyetje thelbësore. Për çfarë po paguajnë vërtet bizneset lokale? Të kuptuarit e kësaj ndryshon absolutisht gjithçka. Bizneset nuk e hapin portofolin për piktura të bukura. Amatorët fiksohen verbërisht pas estetikës dhe e shohin veten si krijues arti. Por profesionistët e vërtet, ata fokusohen te rezultatet, rritja e shitjeve, sjellja e klientëve të rinj, ndërtimi i besimit e publiku dhe leximi atyre numrave në analitik. Rezultatet konkrete janë të vetmet gjëra që sjellin pagesa të qëndrueshme. Për të dhënë këto rezultate, na duhet një grup i saktë aftësish. Së pari, krijimi i përmbajtjes me video të shkurtra përmes Canva apo CapCut. Së dryti, copywriting apo shkrimi bindësh që nxit njerëzit të veprojnë. Së treti, strategjia e marketingut. Së katërti, të kuptojmë analitikën e asaj që po bëjmë. Dhe në qendër të gjithçkaje, komunikimi transparent me klientin për të mbajtur pritshmëri të qarta si kristali. Po mirë, ku mund t'i ofrojmë ne këto shërbime? Mendoni për restorantet, kafenet, palestrat, klinikat dentare, sallonet e bukurisë dhe agjencitë imobiliare. Pse këto? Sepse janë industri tepër vizuale. Ato kanë një nevojë të dëshpëruar të tërheqin njerëz fizikisht brenda dyherve të tyre dhe prania e tyre online është fjalë për fjalë vitrina e tyre kryesore. Tani mbrëm tek thelbi e këtij shpjeguesi. Pjesa e tretë, sigurimi i 3 klientëve të parë. Ja si kalojmë nga teoria në praktik. Pse pikërisht numri 3? Sepse 3 është numri i arti një nisjeje strategjike. Qëllimi nuk është fitojmë miliona brenda natës apo të mbushem kalendarin me 10 njerëz. Qëllimi vetëm këtu është ndërtimi i kredibilitetit me një grusht biznesesh për të krijuar një themel fantastik. Dhe ja cili është plani konkret, hap pas hapi. Hapi i parë, bëjmë një listë me 20 biznese lokale. Hapi i dytë, i futemi një analizë shumë të thellë të profileve të tyre në rrjetet sociale. Hapi i tretë, gjejmë aty problemet ose mundësitë që po u shpëtojnë. Dhe hapi i katërt, u dërgojmë një mesazh ku nuk flasim për veten, por u japim atyre 3 ide konkrete. Mesazhi fjalë për fjalë duhet të duket kështu.
Pash që videot tuaja marrin pak ndërveprim. Kam 3 ide konkrete që mund të rrisin shikueshmërinë dhe të sjellin klient lokal. E kuptoni pse kjo godet në shenje, sepse ofron zgjidhje. Është si dita me natën, krahasuar me ato mesazhe gjenerike ku thjesht themi: "Përshëndetje, unë menaxhoj rrjetet sociale." Në këtë pikë, ajo që shesim në të vërtetë është një transformim i plot, jo postime të përditshme. Promesoni se do ta bëni faqen e tyre të duket tepër profesionale brenda 30 ditëve, për të fituar besimin e blerësve tyre. Në fillim, mbajtja e tarifave pak më të ulta është shumë e zgjuar, sepse fitimi më i madh nga këto marrëveshje janë dëshmitë dhe përvoja që mbledhim. Ky është progresioni financiar që e pason këtë strategji. Në fazën e nisjes, jemi rreth 100 deri në 300 euro për klient. Më vonë, hym në fazën e rritjes me 500 deri në 1000 euro. Dhe e ardhmja, shkallëzimi drejt shërbimeve më të avancuara si reklamat e paguara apo dizenjimi i faqeve. 3 klientët e parë janë vërtet vetëm themeli për një biznes masiv. Kemi mbërritur në pjesën e fundit, shmangja e gabimeve të fillestarëve. Të përgatitemi për disa të vërteta të ashpra. Është thembësore të ballafaqojmë pritshmëritë naive me realitetin e përditshëm. Mrekullitë brenda 2 javësh thjesht nuk ekzistojnë. Gjithçka kërkon kohë dhe edukim. Motivimi i lartë i fillimit zbehet shpejt nëse nuk kemi disiplinë dhe sisteme të forta. Dhe paraja e lehtë bëhuni gati për refuzime të shumta dhe muaj të vështirë. Kjo është thjesht natyra e lojës. Për shembull, shikoni këtë kurth të madh. Ka një tundim të tmerrshëm për të marrë 10 klient me një herë, për të bërë para shpejt. Çfarë sill kjo? Ezaurim, cilësi të shkatruar dhe klient të inatosur. Strategjia e duhur është të mbajmë fokusin vetëm te 3 klient në fillim. Kjo ruan standardin dhe siguron që pronarët të mbeten super të kënaqur. Gjithashtu, ka disa gabime të tjera fatale që duhen shmangur absolutisht. Të pretendosh si ekspert pas një provë për ta treguar, shumë gabim. Të fokusohesh vetëm të gjërat e bukura vizualisht dhe të harosh konvertimet, një gabim klasik, dhe asnjëherë mos lini pas dore ndërtimin e një marke personale apo të shisni iluzione në vend të punës serioze. Këto shkatrojnë çdo lloj reputacioni. Por e dini çfarë është më e bukur nga e gjithë kjo? Tregu është shumë inkurajues. Bizneset lokale nuk kanë nevojë për guru që hiqen si genial, ata kërkojnë njerëz të besueshëm, punëtor, që ulen dhe zgjidhin një problem konkret. Çdo kush mund t'i futet kësaj rruge sot, pa pritur atë momentin e përsosur që nuk vjen kur. Gjë që na sill natyrshëm te një mendim shumë provokues për ta mbyllur këtë analizë. Në ekonominë e sotme moderne, vëmendja është padyshim valuta më e vlefshme që ekziston. A është momenti i duhur për të bërë pikërisht ai njeri të cilit bizneset i japin parat me kënaqësi për të kapur atë vëmendje? Udhëzuesi hap pas hapi sapo u shpalos, kështu që lëvizja e vetme që mbetet është i futemi punës.